Banorët e Rrjollit sot e kanë spostuar protestën e tyre përpara dyerve të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për të protestuar për në mbrojtje të pronës së tyre. Mes tyre sot është dhe një njeri nga Durrësi, Artion Bajramaj, të cilën e njohim shpesh për pjesëmarrje në protesta, qoftë ato të Tidit në Durrës në herët e fundit. Artion, përshëndetje dhe faleminderit që na u bashkove. Përshëndetje dhe faleminderit Mila. Pse je sot aty në mbështetje të banorëve të Rrjollit dhe po kujtoj këtu që edhe me datë 7 mars ti shkove pikërisht në Rrjoll për të mbështetur këto banorë që prej javësh janë tashmë në mbrojtje të pronës së tyre? Është një shprehje që ne përdorim zakonisht në Shqipëri, është pjesa që shqiptari ngrihet vetëm kur digjet shtëpia vet dhe nuk ngrihet kur digjet shtëpia e komshiu dhe një të ndoshta miku ose të afërmi. Kështu që për këtë qëllim po të paktën individualisht po reagoj, po jam bashkë edhe me shumë shokë dhe shoqe miq. Jemi me idenë që kur preket prona, kur preket dinjiteti, kur preket diçka e një shqiptari kudo qoftë në Rrjoll, qoftë në Dukat, qoftë në Theth, qoftë në Durrës, ne si shqiptarë kemi si detyrë, si përgjegjësi të ngrihemi dhe të reagojmë. Nuk është normale që në mentalitetin ton ne të reagojmë vetëm në momentet kur cënohemi individualisht, por normale është kurdoherë kur cënohet diçka publike, kur cënohet diçka e një shqiptari tjetër, një qytetari tjetër, ne të ngrihemi dhe të reagojmë. Jemi bashkë në një komunitet gjithë në komunitetin shqiptar dhe kemi për detyrë dhe përgjegjësi që ta mbështesim dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin në raste e nevojshme. Unë kujtoj që në protestat të mëparshme që janë mbajtur në Tiranë, banorëve të Rrjollit janë bashkuar dhe banorë protestues nga projekti Tit Durrës. Po sot ka të tillë? Po, është e vërtet, po ka një kohezion goxha interesant. Momentalisht përbërja e protestës ka një përbërje të banorëve të Rrjollit, ka një përbërje të banorëve të Durrësit që kanë problematikën e Titit, por edhe qytetarët të thjeshtë nuk janë të përfshirë të kjo problematikë, ndërkohë që në protestën e 7 marsit në Rrjoll pati edhe banorë që erdhën edhe nga Dukati të organizuar dhe nga fshatra përreth të Vlorës, gjithashtu pati edhe qytetarë nga qytete ndryshme të Shqipërisë, nga Tirana dhe nga vende të tjera. Kështu që mendoj që është ndër të rara raste kur shqiptarët arrin që të krijojnë një lloj uniteti dhe një lloj afiniteti të tillë dhe është për të vlerësuar, për të përshëndetur dhe për të mbështetur dhe për të shtyrë apo më shumë që të bëhemi edhe më shumë për ta ngritur këtë lloj problematike. Lidhje me pjesën e Tit Durrës, po ka edhe një përfaqësi banorësh nga Tit Durrës tek protesta e sotme. Problematika pak a shumë është e njëjtë, është problematikë pronësie dhe mungesë drejtësie në shpronësim ose në mënyrën se si merret dokumentacioni i pronës, se si vidhet prona. Artion, këtu në Durrës ty të njohin për vite të tëra angazhimi politik, sepse ti ke qenë dhe kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Pjesëmarrjes e tua tashmë në protesta, qoftë ato të Tidit këtu në Durrës, qoftë edhe të Rrjollit, janë si qytetar apo si një i ri angazhuar politikisht? Unë mendoj që kur vihet interesi publik, interesi kombëtar, interesi shqiptarëve, shqiptarët duhet të krijojnë një mentalitet që duhet dalin përtej partive politike. Ligji jon i pashkruar, unë mendoj ligji i aktivistit, një person të angazhuar, duhet të jetë patjetër që Shqipëria vjen përpara partisë dhe jo partia para Shqipërisë. Kështu që në protestat aktuale në Tit Durrës forca ime politike e ka mbështetur si projekt, pavarësisht se ka patur dhe vështirësi dhe problematika si çështje, ndërkohë që në zonën e Rrjollit nuk e ka mbështetur forca politike dhe për këtë më vjen keq edhe mendoj që është një vendim i gabuar që po i shkakton shumë kosto si në kontekstin kombëtar, po mbi të gjitha edhe në kontekstin lokal të zonës, duke qenë se zona e Rrjollit kryesisht është zonë votuese e gjatë, por rrjedhoj, unë them që duhet dalin përtej interesave të forcave politike dhe kur cënohet interesi kombëtar ne të luftojmë për të mirën e përbashkët, për të mirën publike, për të mirën e shqiptarëve.
Artion, nëse... Nuk kam dalë si përfaqësues politik, kam dalë si një qytetar që thjesht duhet mbështes shqiptar të tjerë në një situatë të vështirë. Artion, nëse kujtoj protestën e Tit Durrës në momentin kur ata tentuan të futeshin dhe në Bashkinë Durrës në momentin që do të votohej bonusi i qeras për këto familje. Ti ishe një nga të rinjt pjesëmarrës dhe ishe një nga ata që u shoqëruan dhe nga policia. Me sa kujtoj unë, ti ishe, me pamjet mund të ndihmoj dhe regjia, ti ishe një nga të rinjt i cili bëri rezistencën më të madhe në momentin kur po tentonin policët të fusnin në furgonin e policisë për të shoqëruar në komisariat dhe mbaj mend që ti u thirrje mos u përdorni. Çfarë doje të nënkuptoje me këtë thirrje? Po shikojmë me keqardhje dhe është e njëjta situatë, është si në Durrës, si në Vjodh është e njëjta situatë. Çfarë ndodh? Kemi një grup personash, 3-4 persona që përfitojnë nga kjo histori dhe çfarë bëjnë? Përdorin institucionet shtetërore për të përvetësuar pronën. Për rrjedhoj fusin në përplasje shqiptarin. Pra, edhe ato policët që vinë aty dhe që kanë për detyrë të kontrollojnë dhe të vendosin në rend, edhe ata shqiptar janë, ne kemi komunikuar me pjesën më të madhe të tyre, ata nuk janë dakord me këto padrejtësi që po bëhen edhe në Durrës edhe në Vjoll. Kështu që çfarë ndodh është një intrig që bëhet nga figura të larta politike, nga biznesmen që duan të përfitojnë në mënyrë të padrejtë prona, nga persona që janë mësuar nëpërmjet intrigës dhe nëpërmjet përdorimit të popullit shqiptar, ata tentojnë ta fusin shqiptarin në përplasje me njëri tjetrin. Kështu që unë prandaj po dilja te kjo shprehje që mos u përdorni, sepse realisht institucionet sot po përdoren për interesat të pak njerëzve. Në Vjoll konkretisht po përdoren për interesat të një ose dy familjeve dhe për interesat të një sipërmasi. Ndërkohë që aty flasin për një projekt që është pak a shumë si projekti i portit Durrësit. Po flasin për miliarda euro vler prone, vler trualli. Kështu që çfarë po ndodh? Intriga e sotme është që pak koka, pak individ krijojnë një intrig për të përplasur shqiptarin me njëri tjetrin. Disa janë përfaqësues institucione si policia e shtetit dhe pjesa tjetër janë palët të prekura dhe çfarë ndodh? Përplaset shqiptari me shqiptarin, rrihet shqiptari me shqiptarin, bëhet gjak me shqiptarit e shqiptarit, vriten se mund shkoj dhe në vrasje, do të thënë gjendja është shumë kritike, është shumë alarmante, palët janë shumë të acaruara. Vritet shqiptari me shqiptarin për çfarë? Për të dërtuar pasurinë në mënyrë të padrejtë vetëm pak kohë nga pak individ. Shqiptarët duhet të sjellohen, duhet të mendojnë në mënyrë logjike, në mënyrë të arsyeshme, sipas përfaqësuesit të institucioneve, në rastin konkret policisë, po edhe si qytetarët e thjeshtë, duhet të mendojnë në logjikë dhe të kuptojnë që ne nuk mund të përdoremi më shumë. Artion, ti e quajte intrig politike, a është dhe PD-ja pjesë e kësaj intrige politike me që më përpara ti theksove që në ndryshim nga protestat të tjera ose në ndryshim nga protesta e Tit Durrës ku PD-ja është shprehur në mbështetje dhe ka dalë në mbështetje të banorëve, në Rjoll nuk ka ndodhur kjo gjë. Mendon se kjo do t'i krijoj kosto politike kësaj force politike dhe nga ana tjetër? A shpreson ti se këto kauza qytetare në fund do të triumfojnë? Në zgjidhje me pjesën e intrigës politike, në qytetin e Durrës mendoj se ka patur, Partia Demokratike është përpjekur ta mbështesë si projekt, si projektin për protestën e banorëve, ndërkohë që tek pjesa e Vjollit unë mendoj që ka shumë zhgënjim për qëndrimin që ka mbajtur forca jonë politike dhe përfaqësuesit e forcës tonë politike. Pjesa parë është që në dignitetin e forcës tonë politike dhe në themelet e forcës tonë politike është prona, familje, individi dhe shteti. Pra po flasim për një nga themelet, pra pronën, dhe e kemi detyrim ideologjik që ta mbrojmë këtë pjesë, dhe e dyta është një zonë që ne na ka mbështetur dhe na ka ndihmuar me votë. Për rrjedhoja kemi detyrim të dyfisht. Po edhe nëse do ishte një zonë që ne nuk na ka tuar, po flas për zonën ku kryesisht po zhvillohet projekti Tit, prap e kemi detyrim që ti shkojmë dhe ti mbështesim, sepse ne kemi detyrimin ndaj qytetarëve, e kemi edhe detyrimin ideologjik për të mbrojtur pronën siç e kemi në parimin ton të ndërtimit të forcës tonë politike. Artion, unë të falenderoj që u bëre pjesë e kësaj lidhje dhe gjithë të mirat.
Faleminderit që jepni zë qytetarëve sepse po bëhet gjithmonë edhe më e vështirë për të gjetur aftësira dhe për të shprehur në Shqipëri, duke qenë se praktikisht po kapet çdo gjë dhe po kthehemi në modele të ulta alla Rusi, alla Iran. Domethënë këtu po bëhen gjitha sipas këtyre modeleve. E vetmja gjë që mungon është që fillojnë të vrasin aktivistët. Domethënë vetëm kjo është diferenca më e vogël. Dhunë po ushtrohet, presion po bëhet, po i mbyllen hapësirat, nuk po lejohet që zëri i tyre transmetohet. E vetmja gjë që kanë ngel tani është na vrasin siç kanë vrarë në Rusi, siç kanë vrarë në Iran, dhe vetëm gjë që ndryshon Shqipëri për momentin. Faleminderit. Ju falenderoj.